Pra agjerimi nuk ka ardhur diçka tjetër vetëm se raport të rregullim i raporteve të zemrës me Zotin tënd. Agjerimi të rregullon raportin mes teje dhe Zotit tënd. Agjerimi është i fshet, këta nuk e shef kurkush. Pra devotshmëria, frika Allahut Azza wa Jall. Pra është ibadet sirr, ibadet i fshat. Për ata ka ardhën që të rregullon raportet e fshehta mes teje dhe Zotit tënd. Nëse agjerimi e ka arrit këtë, atëherë falenderojmë Allahun Azza wa Jall. E nëse nuk e ka arrit agjerimi, atëherë ngushëllojë vetëm tonë. Për atë vëllezër të ndershëm, sikurse ne ishmi gje e pritshme agjerimin, ja pra sot ne pe përcjell me agjerimin. Kemi safirin ndershëm i cili na begatoi, na gëzoi këtë ditë faktikisht përgatitet me shku te Zoti vet, si ka ardhur me vete, që të jetë dëshmitar për ne apo të dëshmon kundra nesh. Cili prej nesh është i pranuar që të gëzohet, apo cili prej ne nuk është i pranuar që të ngushëllohet.